Roli dhe ndikimi i muslimanëve në ndërtimin e Evropës. Hyrje. Kontributi i muslimanëve në ndërtimin e Evropës është sfidë në vete, në shumë pikpamje, sidomos në kohën e krizës materiale dhe morale. Disa propagandojnë jetën pa Zot, disa përkrahin Evropën pa themele kristiane, disa jetojnë me fjalor islamofobik. Kisha tërë kohën dhe tërë këtë e sheh si kërcënim që të pengohet evangelizmi i shoqërisë, e gjithashtu edhe të humbet kujtesa kristiane europiane dhe frika e njerëzve para së ardhmes. Shtrohet pyetja: ç'është Europa dhe çfarë do të duhej të ishte ajo? Cili është identiteti i saj dhe cilat janë vlerat fundamentale të identitetit evropian në të kaluarën dhe në të ardhmen? Gjatë shqyrtimit të kësaj teme neglizhohen disa faktorë kyç për të kuptuarit e drejtë të çështjes. Neglizhohet fakti se Islami së bashku me kristianizmin dhe judaizmin kanë ndarë fatin e hapësirës gjeografike, kulturologjike, politike, por edhe fetare europiane. Njëkohësisht anashkalohet e vërteta historike e ndikimit musliman në shoqërinë europiane në rrafshe të ndryshme. Këto janë disa nga pyetjet që pak a shumë do të shtrohen në shkrimin tonë. Kontributi i muslimanëve në fusha të ndryshme. Filozofia islame, edhe pse ka huazuar elemente të caktuara nga filozofia greke, sidomos nga Platoni dhe Aristoteli, ajo është ndërtuar në shkencë e dije muslimane, me burimet e saj, me lëndën e saj, me metodologjinë e saj. Sidomos roli i saj është i madh në pajtimin e fesë dhe arsyes, ndarje kjo që është rezultati i perceptimit historik. Ndikimi i filozofëve islam në mendimin evropian është i dukshëm, i pranishëm, madje teje i prekshëm, sidomos në skolastikën mesjetare. Mendimtarët e ndryshëm tregojnë edhe rrugët e ndikimit të cilat janë të natyrave të ndryshme. Philip Hitti, orientalist i njohur, thotë: me ndjenjen gjithnjë të mprehtë të kurreshtjes dhe me mundësi të fshehta, arabët musliman në bashkëpunim me popujt e nështruar dhe me ndihmën e tyre, kanë filluar të asimilojnë, përshtaten dhe riprodhojnë trashëgiminë e tyre shpirtërore dhe estetike. Në Ktesifon, Edes, Nisibis, Damask, Jerusalem dhe Aleksandri, ata kanë shikuar, admiroheshin dhe imitohen veprat e arkitektëve, zejtarëve, piligranëve dhe mjekëve. Në të gjitha këto qendra të kulturës së vjetër ata kanë ardhur, janë admiruar dhe kanë imituar veprat e arkitektëve. Këto ndryshime filluan në fillim të shekullit 7, me paraqitjen e Muhamedit alayhis salam si i dërguar i Zotit. Veprimtaria e tij në Mekë dhe Medine, e më vonë edhe jashtë shtratit të Arabisë, në tokat të Bizantit dhe Persisë, në Lindje dhe në Egjiptin të Perëndim, shënoi fillimin e përfundimit të komunikimit hynor në rrafshin fetar dhe daljen në skemë botërore të islamit të mirëfillt monoteist. Sidomos Islami mori hovë pas hijretit në Medine, më 622 hijri. Pranimi i hebreizmit dhe kristianizmit për fe, me përjardhje hynore, mirëkuptimi në rrafshin politik dhe ekonomik, toleranca e theksuar, bëri që të mposhten shumë armiq të fuqishëm. Sunduesit musliman përveç tipareve të tjera, u treguan shumë dashamirës, madje më shumë se sa vetë sunduesit të mëparshëm. Njëkohësisht, kjo ngritje e islamit është ndërprerje e së kaluarës me Greqinë e vjetër dhe qytetrimet e tyre. Më nuk kishte qendër as kisha lindore as ajo perëndimore, por bota muslimane paraqiste qendër drejt të cilit çdo gjë drejtohej: feja, politika, ekonomia, kultura, tregtia, zejtaria e tjerë. Megjithatë, çdo vlerë materiale apo intelektuale që ja vlente u ruajt, u kultivua dhe u përhap më tej në vendet e njohura të asaj kohe. Bota muslimane hapi dyert e veta dhe në mënyrë intelektuale voli vlerat nga e shkuara, për t'i përkthyer, riprodhuar dhe origjinal shkruar shumë prej tyre. Kindiu, Farabiu, Ibn Sinai, Biruni e të tjerë solën fytyre të shumta në troje të ndryshme.
thuajse në gjysmën e botës, nga Turkmenistani, nga Turkistani e Afganistani deri në Marok e Spanjë. Kjo bëri që perëndimi musliman ta mposhtë perëndimin primitiv, kristian në pasuri, popullsi dhe vlera të përshpëritshme dhe materiale. Dhe autori francez Legoff në hulumtimet e tij për mesjetën thekson se kontributi musliman ishte i ndjeshëm sidomos në fushat aritmetik, algebër, medicinë, botanik, astronomi dhe agronomi. Urdhëri i parë kuranor për mësim solli ndryshime kapitale në qytetrimin musliman dhe atë botror. Ja disa shembuj. Medicina. Mjekët muslimanë zhvilluan mjekësinë dhe psikiatrinë, futën metodat terapeutike dhe hulumtime të tjera, kontribuan në konstatimin e sëmundjeve ngjitëse, sidomos përmes ujit dhe tokës, i identifikuan kapilarët dhe u thelluan në studimet zoologjike. Muslimanët shkruan edhe për farmakologjinë, kiminë e tjerë. Madje ndërtuan spitale të cilat vepronin dhe si universitete mjekësore. Libri kryesor që Evropa e përdori për shumë shekuj në fushën e medicinës është Kanuni i Ibn Sinait, me titull Et-Tib. Fizika. Në fushën e fizikës zbuluan parimin e inercionit, përdornin baraspeshën hidrostatike e tjerë. Në optik zbuluan problemet e syrit, thyerin e dritës, formimin e imazhit e tjerë. Në kimi futën në përdorim thartinat, distilimin, oksidimin dhe kristalizimin, kurse substancat i klasifikuan në minerale, bimore dhe shtazore. Matematika. Matematika është fushë e veçantë e kontributit. Futën numrat arab, bën ndarjen decimale, i shpikën llogaritmet dhe algebrën, e ringjallën trigonometrinë dhe zbuluan ligjin e sinusit dhe kosinusit. Duke e lidhur gjeometrinë me algebrën, kërkuan zgjidhje gjeometrike për problemet e algebrës. Gjeografia. Gjeografia është fushë ku kontributi ka qenë i ndjeshëm, sidomos në gjeografinë fizike, matematike, topografike, demografike, sociale e tjerë, që e bën matjet e tokës, që për kufizuar toka se është sferike, kishin parapar eklipset solare dhe lunare e shumë zbulime të tjera. Tregti. Tregtia ishte fushë tjetër në të cilën muslimanët sollën freski në mallra të ndryshme që Evropa nuk i kishte parë kurrë më herët, sikur orizin, kallamin e sheqerit, pambukun, shafranin, lirin dhe shumë pemë, perime, lule dhe parfume. Arkitektura. Risi sidomos sollën në arkitekturë me stilin e ndërtimit dhe konceptimin e artit, arabeskave, ornamenteve e tjerë. Kjo ndërtimtari dhe sot është mbreslënëse në të gjitha vendet ku muslimanët ushtrinë. Spanja, Italia, Jugut dhe Ballkani janë shembulli më i mirë i këtyre kontributeve. Xhamit, bibliotekat, shkollat, hamamet, sahatkullat, urat e tjerë. Filozofia. Nxitja kuranore dhe praktike pejgamberike nxiten për mirësimin dhe angazhimin çdo besimtar. Dija u bë preokupim i shumicës së popullsisë në tërë shtetin musliman. Kjo bëri që shkollat muslimane të përparojnë në përmasa të pa imagjinueshme për kohën. Kështu Kordoba u bë me universitet, jo vetëm për muslimanët, por për gjithë të interesuarit. Ato pastaj u hapën edhe në Sevil, Granadë e Malaga. Krahas shkencave fetare islame, aty mësohej gjuha arabe, filozofia, matematika, astronomia, fizika, e drejta, historia, gjeografia, medicina, optika, astronomia e të tjerë. Sidomos filozofia ishte kapitulli veçantë. Filozofia islame synon që para së gjithash në kuptimin shpirtëror të shpjegojë realitetin dhe të njohë shkakun e parë të sendeve, çfarë janë në thelbin e tyre. Këta filozofë harmonizuan besimin me arsyen dhe mundësuan zhvillimin e papenguar të fesë dhe arsyes. Ndër shkollat më të njohura në këtë aspekt
është ajo e felasifëve, ku bën pjesë Kindiu, Farabiu, Ibn Sinai, Ibn Rushdi e tjerë. Sidomos në perëndim janë të njohur Ibn Sinai dhe Ibn Rushdi, filozof, mjek apo enciklopedist të mirëfillt. Filozofia islame ndikoi në mendimin perëndimor dhe në mënyra të tjera, sikur ndikoi drejt për drejt në lëvizjen e humaniste të Evropës, futi shkencat historike, metodën shkencore, ndihmoi që evropianët të kuptojnë harmonizimin e fesë dhe filozofisë dhe vendosi bazat e rilindjes italiane në Itali. Roli i bibliotekave. Rol të jashtëzakonshëm në arsimimin dhe edukimin e popullit kanë luajtur edhe bibliotekat, shtetërore, zyrtare, por edhe ato private. Kishte shumë biblioteka, por më e madhja është ajo e pallatit të Halifit në Kordobë, të cilën e formoi Muhamedi, kurse në shekullin IX e zmadhoi Abdulrahman III. Dhe i biri i tij Hakimi II. Ky i fundit i dërgoi njerëzit në qytet të njohura të shkencës si Aleksandri, Damas dhe Bagdad me detyrë që të blejnë libra, të përshkruajnë dorëshkrime dhe t'i sillnin në pallat. Kështu u tubuan 400.000 libra dhe bashkë me ato të mëhershmët numërohen 600.000 libra dhe vëllime. Përkthimet dhe krijimet origjinale. Muslimanët në periudhën e hershme nuk synuan të përkthejnë vepra të ndryshme nga gjuhët e shumta të kohës. Kjo veprimtari filloi më tepër si nevojë e pashmangshme sesa ndonjë planifikim. Halifi Abasit el-Me'muni, i cili lindi më 786 në Bagdad dhe vdiq më 833 në Tarsus, urdhëroi përkthimet e veprave nga gjuha greke, persiane, siriane, hebreike dhe gjuhët e kohës. Në këtë kohë fillimisht u përkthyen vepra nga astronomia, mjekësia dhe vepra të tjera nga shkencat eksakte, sidomos ato të Aristotelit, Platonit, Galenit, Hipokratit e tjerë. Filip Hiti, historiani kristian arab, shkruan: "Tërë kjo ndodhi derisa Europa thuajse nuk dinte gjë për mendimin dhe shkencën greke. Sepse derisa Harun al-Rashidi dhe el-Me'muni, që thelluan në filozofinë greke dhe persiane, bashkohasit e tyre në perëndim, Karlo i Madh dhe aristokracia e tij, sipas burimeve bashkohore, mundoheshin se si të shkruajnë emrat e tyre. Nëpërmjet Ibn Sinai dhe Ibn Rushdit, platonizmi dhe aristotelizmi i trasuan vetës rrugë që nëpërmjet gjuhës latine të ndikojnë thellë në skolastikën mesjetare. Europa kufizuese dhe e kufizuar. Të vërtetën duhet pranuar pa marrë parasysh burimin nga vjen dhe kohën kur është thënë, sepse duke i njohur të tjerët ne e njohim veten. Duke i marrë parasysh se Evropa vlerat e saj intelektuale dhe kulturore i bazon në 4 burime: greke, romake, jerusalemese, religionet hebrejike, pra edhe islame, dhe burimi tjetër gjermano-slave, duke theksuar se asnjë religion ibrahimian nuk është europian, por nga lindja, por janë të ardhura dhe asnjëra nuk ka të drejtë në primat a priori. Në frymën eurocentriste dhe kristocentriste, Europa në parim mohon të tjerët dhe përpiqet t'i menjanojë. Dominon uniformizmi, uniteti i dhunshëm, apo separatizmi, ndarja e dhunshme. Uniteti i cili mohon dallimin dhe dallimi i cili mohon unitetin. Si rezultat i këtyre rrjedhimeve kemi dhunën të manifestuar në nacionalizmin, fashizmin, nacizmin, komunizmin, fundamentalizmin dhe idhujtarinë moderne, hynit e rreshme, të cilave naftojnë në urrëtie dhe vrasje të ndërsjellë. Kulmi i lirisë europiane është vetvrasja, eutanazia, abortusi, bashkësitë mjegjinore, bashkëjetesa mes gjinive e tjerë. Në vend të përmbylljes, Islami dhe muslimanët në Evropë janë para shumë sfidave. Europa i mohon dhe i zhvlerëson. Një kurs i tillë nuk çon në integrime, por në acarime dhe dezintegrime. Prandaj për të ecur gjendja përpara të gjitha palët duhet të ndërmarrin.
gatishmërinë për integrime pozitive, njohja institucionale e Islamit në Europë, forcimi i institucioneve ekzistuese muslimane, pjesëmarrja institucionale muslimane në Këshillin e Evropës dhe Bashkësinë Evropiane, etj. Disa shtete europiane kanë ecur para në këtë aspekt, sikurse Kroacia dhe Austria. Megjithatë, Europa duhet të bëjë hapa para në gjetjen e rrugëve më të mira për bashkëtesë mes qytetërimeve dhe feve europiane.